Regjisori është? Regjisori është George Gallo. George Gallo. Ka bërë disa filma me De Niron, është shkrimtari I filmit Bad Boys, ka bërë disa filma shumë të mëdhej, me fjalë. Është I njohtur këtu. Ama çfarë kasti? Po, ky kasti ishte fantastik, me thënë drejtën. Se kur I shifja në New Mexico, kur po xhiroshim, që se isha atje për t'u inspiru pak. Kur shifja De Niro, Tommy Lee Jonesin, Morgan Freeman, të gjithë aty në të njëjtin skenë, 5 Oscar në të njëjtin sheshxhirim. Është edhe mënyra se si punoshin, mënyra se si funksionoshin me njëri tjetrin. Nuk kishte as, po jo ishin gjëra shumë thjeshta, ishin në rol shumë thjeshta. Bajmë edhe një herë skenën, po atëherë jepshin mendime, po sikur ta bëjmë kështu, shumë thjesht, shumë bukur, pas një lloj un jam De Niro, un jam Tommy Lee Jones. Fare. Që të mendosh kush janë, domethënë, vetëm kur ti thua emrat, wow. Ishte edhe shumë të thjeshtë. Ishte edhe Morgan Freeman, çfarë një tjetër. Nga që unë nis ka ai se kam shumë qef, e pëlqej jashtëzakonisht. Do si ishte komunikimi I tyre? Mund të më tregosh pak më shumë? Po, njerëz shumë të thjeshtë. Tom Lee Jones është pak tip I mbyllur në veten e vet, sepse ashtu është si tip që kur është në rol nuk dihet që nuk duhet ta ngacmosh, edhe nëse është ul diku atje. Po për mua gjëja më interesante ishte ti shifja se si funksionoshin në sheshxhirim. Se ideja ishte që secili nga këto kishte një temë muzikore, sidomos De Niro, dhe ishte më e komplikumja se ai është personazhi negativ në këtë film. Dhe ishte pak e komplikuar se nuk doja ta bëja shumë negativ, sepse ai bën të gjitha këto gjërat e këqija, në thonjza, për të realizuar një film që e ka ëndër gjithë jetën. Kështu që intencioni është I mirë, po është makiavelizmi I cili vihet pak në pikpyetje. Po çdo gjë përfundon mirë në fund. Kjo është ideja. Prandaj dhe ishte pak temë muzikore komplikuar se duhet kishte ato balancat. Ishte dhe pak I keq, por dhe në tjetër kohë pak I mirë. Kështu që doja të shifja se si ishin në sheshxhirim dhe qesh me fat që qesh aty një javë me pak xhirimet. Ku ishte xhirimi? Ku xhiruan? Në New Mexico. Në New Mexico. U xhirua si xhiroi? Ku në një skenë të krijuar për ta, në një ambient të hapur? Gjithë qyteza ishte në New Mexico, sepse është western, është historia e këtij filmi është një producent, De Niroja merr financime nga një mafioz që është Morgan Freeman për të bërë filma. Dhe bën një film dhe shkon filmi shumë keq. Tashi Morgan Freeman I thot De Niro se o kthe lekët o do të vras. Në të njëjtën kohë De Niro dëgjon diku që mund të marrësh një aktor dhe mund ta vrasësh në xhirime dhe mund të marrësh lekët e insurancës. Dhe kështu që bëhen të pasur dhe shkon dhe xhiron një western dhe marrin Tommy Lee Jonesin si aktorin kryesor për filmin. Një aktor që është mas karrierës dhe do të vrasi veten për ditë dhe duan ta vrasin në film dhe ai e shef si ëndrrën e vet për të fituar Oscarin Tommy Lee Jonesi dhe nuk e vrasin dot në film gjithë kohën dhe fitojnë Oscarin në fund gjithë. Kështu që kjo është mbyllet mirë. Mbyllet me Oscar të paktën. Po more Oscarin çdo gjë është në rregull. Kjo është e vërtet. Tamam, po more atë çfarë do ke bër. Të falet çdo gjë. Si ishte De Niro? Më vete, jo vetëm në rol. Si ishte si personazh? Për sa mund të? Po shumë I mirë. Unë e kam takuar 2 herë se ka ardhur në premierë dhe kështu. Shumë normal, si bashkëpunëtor, me fjalë nuk me fjalë është pak e çuditshme se ne I shohim për ditë ose I shohim dhe në për shfaqje filmash private që na thrasin e ku diun. Dhe I shohim dhe ka një moment ku e harron faktin që prit një sekond se kam ardhur nga Shqipëria këtu dhe po flas me De Niro ose kam pas rastin me Al Pacino apo diun, po them këto emra thjesht nga që njihen në Shqipëri, po janë shumë njerëz të thjeshtë, janë shumë njerëz të e kuptoj që nga larg shifen pak ut pa prekshëm kuptimin që si afrohesh do. Edhe Al Pacino. Edhe Al Pacino ka këtë modesti? Po, njësoj. Tash në atë moshë janë tash mbi 80 vjeç, secili ka ato të vetat, po që duan respektuar se kanë nevojë edhe veta moshore.
Po jo, janë njerëz shumë thjeshtë dhe kur janë projekt me ato, të shohin si bashkëpunëtor, nuk shohin ma si